ton kohën veç janë ndru doktorishat. Heke një, dilke, bëjke tjetra, njëtar procedura, ju nuk pja gjoj kokën, pja gjoj ftyrën, pja priko synin, hunën, mjekrën, veshin, s'pe gjoj flok. Mas disa ore, kam fillu dhim tepër të mëdhaja që ma as kam s'ku mujt me nejt, me shku më kontrolu. S'ton kohën që ishe më kontrolu, nuk vishë më kontrolu në dhomë që ishe ti, po duke me shku në dhomë tjetër, më kontrolu, mas ku mujt as me shku, më kontrolu. Më kanë marrë me karocë, më kanë qu, jem pa në tepër keq, s'ku mujt hiq. Edhe... E që qenë qasja dhe pse e kanë pa që je tepër keq, që janë silë me ty? Shumë njejt. S'ka ndryshu sjellja dhe se e kanë pa që janë tonë? Jo. Nashta jam mësu ata me këtë sen, po hiq s'y bëjke po shtypje hiq. Neglizhenca u kanë shumë e madhe, tepër e madhe. Bash një vend që s'duhet me kanë hiq, duhet me kanë kujdes tepër i madh, s'y ka interesu. Edhe qatë moment që unë ma s'ku mujt as kam me nejt, kanë marrë, më kanë qitë në karocë, më kanë qu, e kanë po që unë ma s'po moj, edhe më kanë qu direkt në salë të lindjes, normal o fjolla. Edhe kur kom shku të sala lindjes, ka fillu procesi me stimulus, edhe kur ka fillu motra me kry lindjen, ka thonë që edhe nuk jam të ja prik flokët e bebës, po pja priku ftyrën, pja priku synin, hunën, gojën, edhe ton kohën veç janë ndru doktorishat. Heke një, dilke, bëjke tjetra, njëtar procedura, ju nuk pja gjoj kokën, pja gjoj ftyrën, pja priku synin, hunën, mjekrën, veshin, s'pe gjoj flok, edhe diri sa ma janë ardhë një 30 mjek nashta, infermiera mjek që janë kanë nuk e di, kanë ardhë të në kohën, të më kontrolu poshtë, me këqyr qka është, diri sa e kanë ti një motër, u kanë me vjetër, mendoj që u kanë përgjese e tynë, shefic, nuk e di shka u kanë. Ajo e ka ba, njëtë procedur ka kontrolu, ka thonë që a i kini bërë të razadin, ma herët, nuk ka fol as një motër, edhe që ato me fuqin e fundit, kom thonë që po, më kanë bërë 2-3 herë të razad, edhe dëvim për qatë mjekën, kom thonë që aja ma ka ba, ta e di që i ka thonë qështë e kini vrit që beba u rutullu edhin, u rutullu beba, u kanë prej gjatë shtatzanis, gjithë beba e ka pas pozitën e mirë. Doktori jem që ashtu më ka thonë, edhe ka thonë që se keni vrit ju që beba e ka ndru pozitën. U këthy me ftyrë, nalt, me prezentim me ftyrë. Edhe qatë moment e di që beba veç e ka pas kokën t'u dollë. Edhe veç e ka shty nalt bebën, edhe më kanë marrë, më kanë qitë një karocë. Nuk e moj men shumë mirë qatë pjesë, e di që ja ka njës veç se më mhu vedia,